Egli Tako, një nga protagonistët e sezonit të kaluar të Big Brother VIP 4, është rikthyer në vëmendje me disa këshilla të forta për banorët e rinj të Big Brother VIP Albania 5. Duke u nisur nga eksperienca e saj personale, ku spikati romanca e krijuar me Gjestin, Egli ka folur hapur për strategjinë dhe ndjenjat. Në një bisedë në programin e Diell, ajo theksoi se gabimi më i madh që mund të bëjnë banorët është të shtiren, të mos sjellin një personazh të bërë, të jenë vetja e tyre me të gjitha të mirat dhe të metat, sepse kështu njerëzit e kanë më të lehtë të identifikohen, u shpreh ajo. Por momenti më interesant ishte kur u pyet për dashurinë brenda shtëpisë. Egli pranoi se formati ka vërtetuar se ndjenjat aty janë reale. Big Brother ka treguar që dashuria funksionon. Unë i këshilloj të gjithë që nëse e ndjejnë ta bëjnë, tha ajo. Megjithatë, ajo nuk e la pa përmendur një paralajmërim që tingëlloi si një reflektim mbi historinë e saj të shkuar, dyert e zemrës gjithmonë të hapura, por me kujdes. Kujdes po, por patjetër dashuroni.